Ma në fund me erdhi telefoni që kam porosit të sa kohë. Jam liru krejt, po Instagram, po WhatsApp, po rrjetet sociale, po si gjatë, do me thonë, kush e manë men, ne i kena thonë, nuk jam e shinë. Ore, nuk ka ma lezet, do me thonë, nuk e di që me bateri që karikon makinën, do me thonë, e karikon i herë dhe harron ko kilan karikusin. E ven vesh, alo, ku je, qa bane, erdha, në regull, shnet mirë pashim, kaq, tak, fape myll, tak, edhe nuk përgjohet. Ditën e sotme Luizit i ka ardhur porosia e radhës një telefon i cili është i dekadave të kaluara me butona e pa rrjete sociale, po çfarë po na le të kuptojmë Luizi, ai shprehet se pa rrjete sociale e pa WhatsApp dhe mbi të gjitha nuk përgjohet theshtë. Rehat mos valle Luizi po shkeputet për një farë kohë nga rrjetet sociale apo është thjesht një provokim i vogël, si do reagojmë ne si dashamirës për largimin e Luizit nga rrjetet sociale. Kete Gjekiara nuk do t'ja bëj të mundur pasi ajo e nxit Luizin të jetë aktiv, por dhe vet Luki është mësuar me postime, por kete telefon e ka privat për punët e veta që të mos përgjohet dhe të jetë krejtësisht privat, pasi nëse përdor telefonin tjetër me touchscreen me mos do të publikoj privatesinë çfarë po kurdis. Luizi ne i urojmë ta gëzoj telefonin e ri dhe e di më shumë mirë që ky do jetë telefoni i tretë, për të kjo nuk do të jetë shkëputje nga rrjetet sociale, por thjesht preferon të ketë dhe një telefon të tretë. Ma në fund me erdhi telefoni që kam porosit të sa kohë. Jam liru krejt, po Instagram, po WhatsApp, po rrjetet sociale, po si gjatë, do me thonë, kush e manë men, ne i kena thonë, nuk jam e shinë. Ore, nuk ka ma lezet, do me thonë, nuk e di që me bateri që karikon makinën, do me thonë, e karikon i herë dhe harron ko kilan karikusin. E ven vesh, alo, ku je, qa bane, erdha, në regull, shnet mirë pashim, kaq, tak, fape myll, tak, edhe nuk përgjohet. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh, faleminderit nga stafi personal.